Vlora dhe trevat e saj në shekujt e fundit kanë nxjerrë nga gjiri i tyre mjaft figura të shquar, të cilët në luftrat dhe përpjekjet për çlirimin kombëtar kanë lënë gjurmë në kulturën dhe historinë mbar kombëtare. Jo vetëm në qytet, por edhe në krahina dhe fshatra të ndryshme, zjerin ngjarje dhe njerëz që i bëjnë dritë Shqipërisë. Në këto dallë këtë jetës shqiptare, lindi dhe u rit edhe Refat Ali Kasaj, 1863. Babai i tij, Aliu, ishte qenë një nga luftëtarët e shquar popullor në kryengritjet antiturke, si dhe në kuvendet e pleqësisë në Mallakastër, Treblov, Korisht, Mesaplik e Gjet, në pajtimin e gjaqeve midis fshatrave dhe fshatarëve. Refat Kasaj, jetur për dije dhe arsim, nisi rrugën e shkollimit në Rushdien e Beratit. Pastaj në Stamboll, kreu shkollën e mesme dhe të lartë për financë 1885 nën kujdesin e Mustafa Pash Vlorës, cili ishte i njohur si një nga krerët e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Edhe pse në moshë të re, në Janin dhe në Stamboll, Refati pati fatin të takohet e miqësohet edhe me Avdyl Frashërin, Naim Frashërin, Shahin Kolonjën, Omer Pash Riselin, Alit Bërgjeshten e mëmëdhetar të tjerë shqiptar që vepronin në Stamboll, qendrën e perandorisë otomane. Fillimisht u emërua ekonomist në oborin e Sultan Hamidit për furnizimin e ushtrisë detare dhe taksat në dogana e portet detare. Shpesh, me kolegët e tij, ai kishte udhëtuar edhe në brigjet e Mesdheut, nga Selaniku, Stambolli e gjerë në Korfuz, Prevez e Sarand, ku ishte njohur dhe me shqiptar të tjerë të ditur, ushtarak e strateg, që ishin në shërbim të perandorisë otomane. Me rënien e Sultan Hamidit 1908, Refat Ali Kasaj shërbeu pranë ministrit të brendshëm në Stamboll, Ferid Pash Vlora. Ishte pikërisht Refat Ali Kasaj dhe Omer Pash Riselia që në motin 1909 ndërhyn te Ferid Pash Vlora për lirimin nga burgu i Stambollit të atëdhetarëve vlonjat Elmaz Xhafer Kanina dhe Ibrahim Abdullaj, krerë të klubit Labëria të Vlorës. Në vitet 1911-1912 u përfshi në lëvizjen kombëtare duke bashkëpunuar me atëdhetar më të njohur si Ismail Qemali, Hasan Prishtina, Nejib Draga, Ali Aslani, Osman Axhiu, Hamza Isaj e të tjerë, ku mbështeti fuqishëm qeverinë e Vlorës 1912-1914. Në zgjedhjen e Ahmet Durmishit, prefekt të Vlorës, u emërua financier i prefekturës së Vlorës. Është fat që ne vim të një shtëpi e tillë, monument historik dhe kulturor, e ndërtuar në vitin 1820 nga të parët e familjes Kasaj. Sigurisht, historia ka rrjedhur në përshtatin e vetë, por gjurmët e Ali Kasajt, Refat Aliut, por dhe stërgjyshit të tyre pashos janë ende të gjalla, jo vetëm në për dokumentat arkivore të Stambollit dhe Ankaras, por edhe në Berat, në Vlorë dhe vizet tjera ku ata kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e Dheut. Sigurisht, ne flasim për Refat Ali Kasajin, i cili ishte një tribun popullor, ka marrë pjesë në pajtimin e gjaqeve dhe kuvendet, siç është Barçallaja dhe Kuçi për pajtimin e gjaqeve, ka marrë pjesë në pajtimin e gjaqeve në Kurvelesh dhe në Mallakastër dhe edhe sot brezat që vijnë mbrapa i kujtojnë ato bëma aq të mira të kësaj figure popullore. Por ne flasim vazhdimisht për Refat Ali Kasaj që shikove më të vona, sepse ai ishte mik me Osman Axhiun, ishte mik me Ferit Pash Vlorën, ishte ai që e mori përdore Mustafa Pash Vlora në kryetar lidhjes Prizrenit dhe çoi në shkollën në Stamboll për ekonomist dhe kështu ai mori një fizionomi tjetër, siç thuhej atëherë për vilajetin e Rumelis. Por Refat Ali Kasaj ka qenë jo vetëm i gjintur që zotronte 2-3 gjuhë, por ka qenë dhe mjaft popullor.
dinte zakonet dhe traditat shqiptare dhe prandaj ai kishte një shoqëri të madhe nga Begdeti i Marës deri në Mallakasë. Sigurisht këtu në vendindje ai u kthye vonë pasi punoi në Stamboll dhe në Selanik, por dhe pak vite në Janin në kohën e lirë shqiptare të Prizrenit. Ishte fort i ri atëherë kur ai shoqëronte Mustafa Pashvlorën në kuvendin e Gjirokastës, bashkë me babain e tij, Aliun, i cili ishte miku i ngushtë i Mustafa Pashvlorës, por dhe i Abdyl Frashët. Në këtë aspekt, por shikosh këtë traditë historike dhe kulturore familjare, kemi të bëjmë me ngjarje të mëdha të kohës ku përfshin këta njerëz të cilët u shkolluan atëherë në këto vite të perandojisë otomane. Duhet të themi se në vitet 20, jo vetëm në luftën e Vlorës së Refat Ali Kasaj, por 20-24, këtu vinte në Armen Avni Rustemi. Ai vinte me Halim Xhelon dhe me Myqerem Amzarajn. Pasi Avni Rustemi kishte të fejuar motrën e Myqerem Amzarajn. Po këtu në Armen ishte një mik tjetër, një djalë i ri, miku i Refat Ali Kasaj, Ramadan Armeni, i cili më pas u bë kryetar i shoqërisë Bashkimi pas vdekjes së Avni Rustemit dhe mjaft episode të bukura të lëvizjes demokratike 20-24 ka ndodhur në Vlorë, por ka ndodhur edhe këtu në Armen. Sigurisht në luftën e Vlorës ai ishte me Salibedinin, ishte me Myqerem Amzarajn në Barçalla dhe në këtë aspekt ai ka lënë gjurmët e veta edhe në fjalimin që ka mbajtur në Barçalla. Tashmë shumë djemë nga ky fshat, po dhe nga gjithë viset jugore veriore të Shqipërisë kanë marrë rrugët e emigrimit. S'është dhe Aliu i ri, i cili është në Dubai dhe në vende të tjera dhe punon me ndershmëri, me përkushtim, por dhe me një dashuri të rrallë për vendindjen dhe për Vlorën. Por sa herë kujtojmë ose takojmë këtë Aliun e ri, Ali Kasën, mendja na vetet se gjyshi i tij, Ali Kasa i parë, i cili ka qenë një nga udhëheqësit e kryengitjeve 1834-1847 së bashku me Sadik Qatajn dhe kanë marrë pjesë në kuvendin e Mesapikut. E tërë kjo histori ka brenda dhe kulturën e madhe të këtyre njerëzve, traditat zakonore, të cilat ata i kanë përcjellë brez pas brezi deri te këta pasardhë që kanë sot në këto shtëpi që i ruajnë me fanatizëm si një traditë dhe kulturë e hershme e shqiptarëve. Në tërësi, kjo familje përbën një familje me element të fuqishëm kombëtar, adzetar, dhe jo thjesht, siç kemi shumë njerëz me dy fek në dorë, por me një traditë kulturore, sepse dhe Ali Kasa i parë dhe Pashua, baba i tij, kanë qenë në Berat, ku kanë bashkëpunuar me Ismail Pashvlorën e parë dhe kanë qenë ushtarak, ekonomist dhe armëdrejtës, gjë që tregon se ka një traditë të jashtëzakonshme kulturore dhe kombëtare. Në një letër që Refat Ali Kasaj i dërgonte mikut të tij ekonomist ushtarak në Janin, Haki Çami, më 12 maj 1907, midis të tjerash i thot: "Në art takova një shqiptar të ditur e fisnik që më mbajti mysafir 9 ditë, konsullin Zihni Abbas Hamzaraj. Ai më mbushi zemrën me gëzim, duke më rrëfyer ndjenjat e tij thjesht shqiptare." Refat Ali Kasaj në vitet 1914-1915, kur rebelët e Haxhi Qamili dhe Sat Pash Toptanit u ngritën kundër Princ Vidit dhe dogjen e shkretuan qytetet dhe fshatrat të Shqipërisë, rrëmbeu armët dhe u rreshtua në batalionin e Sejit Qemalit në luftimet e ashpra kundër rebelëve në Libofsh, Seman, Ardenis e Lushnje e deri në kodrat e Durrësit. Në vitet 1915-1920, Refat Ali Kasaj bashkëpunoi ngushtë me miqtë e tij Osman Haxhiu e Salibedini në organizimin e qendresës kundër pushtuesve italian. Ishte në krah të Salibedinit dhe Beqir Velo Kaninës në demonstratën e 28 nëntorit 1919 te xhamia e Tabakëve në Vlorë, i cila u kthye në një manifestim të fuqishëm kundër imperialistëve italian. Ashtu si adhetar të tjerë të Armenit, Vlorës dhe Laborisë, Refat Ali Kasaj mori pjesë në kuvendin e Barçallas 29 maj 1920,
së bashku me Sali Bedinin dhe Mahmud Mersinin, si përfaqësues të fshatit të tyre. Ne, pasardhësit e Refat Aliut, krenohemi me këtë figurë. Jemi krenar për të, si pasardhës të kësaj familje, është nder për neve, po nder dhe për fshatin armen, që kanë nxjerrë burra të tillë të shquar. Luftoi me trimëri në radhë të çetës së luftëtarëve të Armenit në Risili, vreshtat e mëdha, qafën e Koqiut dhe kodrat e Vlorës për çlirimin e Vlorës nga pushtuesit italian. Në vitet 1920-1924, mbështeti Federatën Atdheu dhe Shoqërinë Bashkimi. Shpesh në Armen, në shtëpinë e tij, vinin për vizitë Avni Rustemi, Halim Xhelo, Ramadan Armeni, Osman Haxhiu, Hamza Isai, ku ishte i pranishëm dhe Hoxh Hysén Kroi, daja i Avni Rustemit. Ai e vajtoi me dhimbje vrasjen e heroit Avni Rustemi dhe mori pjesë në varimin e tij. Në jetën e tij të gjatë, ai mbështeti edhe qeverinë demokratike të Fanolit 1924, por edhe luftën antifashiste nacional çlirimtare 1943-1944. Ndihmoi lëvizjen çlirimtare kundër pushtuesve nazist e fashist. Vdiq në vitin 1967. Refat Ali Kasaj mbeti tërë jetën e tij një figurë e urtë dhe fisnike, me shpirt të thellë, lirie dhe atë dhe dashurie. Shpesh, ai u thoshte niprëve dhe mbesëve. Atë dhe unë duhet ta mbajmë në sy për ta shpëtuar nga rreziqet, e të punojmë ta bëjmë të qytetëruar si Zvicra dhe Europi. Atë dheun mbante në sy. Balad për Refat Ali Kasaj. Autor Bardosh Gaçe. Në për kohra, në për mote, flakadan për liri. O Refat Ali Armeni, atë dheun baje në sy. Nga Armeni në Stamboll, zjarrin e kishe në gji, top me miqe patriot luftuat për pamvarësi. Ku vendoje me Abdylin, manastirin Janin, Ismail Qemal Bej Vlorës, ti puthje Mençurin, në përmote ti u rrite, u ktheve në tokën mëm, në Drashovice kryengritje, armiku ta ndjeu zën. Për krah qeverisë së Vlorës, zbërë gjumë, as nat as dit, mi rebelët e Libofshës, pushka jote lëshoj drit. Në krah të Osman Haxhiut, Salibedit, Burrëris, në për luftën e 20-s, shkrepe armët e trimëris. Miqtë të tu, që shumë i doje, Halim Xhelo, Avni Rustemi, në shtëpinë tënde ku vendonin bashk me Hoxh Hysenin. Ece në përull të jetës, shtek më shtek të historisë, dhe mbete embleme rrallë në sofër të fisnikërisë. Dhe respekt për të kaluarën, dhe ajtë më shumë të familjes time, të cilës unë i përkasëm. Kur flas në emër të stërgjyshit tim, Refatit, që trashëgoj dhe emrin e babait të tij, më del e shoqja e tij Zenepja, që unë kam arritur dhe ka jetuar me na. Me pak fjalë, ndije mirë që kujtoj pozitivitetin e familjes dhe të trungut tim. Respekt për jetë, të gjitha atyre që na përcon pozitivitet dhe na lan një emër të mirë. Kushenje, kushenje,
Varje për trimin patriotin e namëlartin Refat Ali Kasaj. Për Refat Ali Kasaj po këndohet kënga e përcjellin në brezat e malet e rënda. E kush se nje Refat Alin, në Armen e kish Hollandrin, aty ku prit javnin në këmbë kryq me pavarësin. Refati është yll qëndrin për krah me Osman Haxhin, me Ismail Bej Bukurin për flamurin e lirin. Refat Ali Kasaj namëlart, patriot mendje art, e shkriu zemrën e zjart për më mëdhen ditë e natë. Për Refat Armenin do këndohet kënga, do e përcjellin brezat dhe malet e rënda. Refat Alina,